kur derdhet këtej, mbushet këtej, shkon e kundërta. Nga një mendim për secilin prej politikave, për shembull për Albin Kurtin, si e përshkruaj si person? Siç e përshkruajte, një person i cili të paktën nuk është person që cedon në aspektin etik të punës dhe kjo nuk është gjë e vogël. Kisha fjalë nuk është hajdut, domethënë, nëse do ta them, për të paktën mua nuk më rezulton i tillë. Sali Berisha? I vendosur, shumë interesant kur është kryeministër, por shumë i vështirë kur është në opozitë. Pse? Sepse është më destruktiv si natyrë opozitare. Edi Rama? Kombatent. Edi Rama kam përshtypjen ka më shumë talent pjesën estetike se sa në pjesën e përmbajtjes gjërave. Hashimi? Hashim Thaçi? Hashim Thaçi personazh interesant, goxha interesante dhe historia e tij është interesante, por gjithmonë gjërat kanë një cikël dhe varet nga ai se sa do ta arrit ta zgjas ciklin e tij. Për këtë tjetër të Ramushi? Okej, po un kam pas një bindje që po ta them tani për Kosovën. Unë mendoj që njerëzit që kanë ardhur nga UÇK-ja, komandantë apo ushtarëtish, kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në Kosovë, edhe në këtë Kosovë që kemi sot. Por kontributi i shkuarës nuk mund të kthehet në medalje të përjetshme.